Lajmi për suksesin e Pierre e kishte lënë prapa këtë përjes dhe kishte vajtur para tij, dhe lajmtarët e njëpasnjeshëm ja kishin mbushur gjërdiku mendjen mbretit për ta besuar sepse ajo ngjarje e pazakonshme gjërat e ditë dhe pa shpresuar se lindte të uzinte lehtë besë. Megjithse thonin të vërtetën, pamja e parë e triumfit dhe shihimi i parë i gëzimit që patën të gjithë që ardhi e Mojsiut, ky arriti në Konstantinopol disa ditë më shpejt se Balja, sepse rrugët për këtë gjersa vinte nga Berati ishte më e vështirë dhe sepse udhëtimi duhet ta bënte më me ngadalë, me që sillte me vete ushtrim. Ai ja tregoi mbretit të gjitha më me saktësi dhe i bëri t'i besonte, e zorë se pat për Mehmetin ndonjë fitore tjetër më të pëlqyeshme, se sa prania e Mojsiut me zemër të thyer nga Skënderbeu. Nuk i shkoi në mend veç tiranit fort të zgjuar, se atë ja solli fatkeqësia e Pirit dhe se kur të kthehej përsëri e mbar, mund t'ia merrte prapë. Me një gëzim të pazakonshëm, priti populli dhe broritje turmat se baljen me kënaqësinë e njerëzve, duke më e madhe se ajo që patën nga pushtimi i Greqisë para pak kohë. Të parët, me duar të lidhur, prapa, paraqitën robërit së bashku me flamujt armikë. Pastaj u duk plaçka tjetër në mjetet luftarake, si edhe kokat e të vrarëve, pasi shitën kashtën me arë, i hodhën gjithkund nëpër këmbë të vegjëlisë. Ndërsa fëmijët i flaknin pastaj duke lojë. Skënderberit italian u vënë në ankam dhe me të shumë të ushitën përveç shpakëve. Bura në moshë, më të shkuar, dhe nuk ishin më për shërbim ushtarak. Ata bashkë me periodët e tjera, ose u shkuan në huj, ose u ngritën në çengela hekuri për pjetë, duke lumuar vdekjen e lavdishme të shokëve të Beratit, dhe duke mallkuar veç vonë frikën e vet dhe dëshirën e shëmtuar të jetës. Betanët bën edhe se jeret e tjera më të shëmtuara, dhe zorë se shpëtoi kush nga armiku gjakatar, për shkak ndoshta të urrëties dhe zemërimit tepër të madh të gjendjes, apo të frenimit prej fitores, ose më mirë, për shkak se turqit nuk i kanë as pak zakon që të blejnë skleverit për jo. Të asnjë racë, asnjë forcë robërish, siç merr vesh, nuk gjen më me vështirësi vlerës se sa i përjohtë dhe hungaresë, për të cilët thonë se janë fare pak të aftë për bindje dhe tepër fokurë, dhe se zakonisht prej tyre s'bëhen kur turq të mirë. Një admirim e idhërim të madh shkaktoi tiranit ato që rrëfyen për Skënderbeun, aq sa quante të mundur vetëm ushtrinë e tij, kurse atë vetë fitimtar. Ndërtrimi fitoi emër dhe u bë dëgjuar para miq më tepër në këtë betejë, se në ndonjë kohë tjetër të mbretërisë. Të gjithë besonin, të thonin, se trupi i tij ishte ynor dhe i pacënueshëm, që si qasej, as sekuri, as ndonjë goditje tjetër njerëzore. Veprat e Sebaljes nuk mbetën pa shpërblime fort të mëdha, dhe për një farë kohe vetëm ai u mbajt në gojë të vegjëlisë, sepse i pari ja tregoi se Skënderbeu mund të thyej. Mojsiu gjithashtu u prit me fjalët më të mira, dhe për të u caktuan ushqime dhe rroga që nderoi. Megjithatë, u kërkoi forca dhe luftë kundër Pirit, Mehmeti, duke nxjerrë si shkak dimrin që po afroi. Nuk ja pranoi, qoftë pikërisht për këtë arsye, qoftë ndoshta siç bëjnë nga ndonjëherë gjykatësit me sy të katër, sepse nuk i zinte shumë besë. U deu të pagzuar ishtes. Ai pat vendosur që ta kalonte atë kohë, i lirë nga hallet e luftës e përjatme. Prandaj, jo vetëm me anë të Mojsiut, mendoi të fillonte gjë, por as me anë të kujdo tjetër.